Ky që shikoni në foto është një mjek sirian. Ky bashkë me bashkëshorten e tij kanë qenë mjek në spitalin Tishin, spitali ushtarak në Damask. Në atë spital janë vrarë me qindra e me mijëra njerëz të pafajshëm. E ky ka qenë pal me regjimin, me zullumqarët. Sa po ra regjimi, ky bashkë me bashkëshorten e tij morën arratin dhe ikën për një Yemen. Para disa ditësh del një lajm se në qytetin Aden, si duket përleshje me armë, ky bashkë me bashkëshorten e tij qëllojnë pranë dhe aty pra i bin plumat vriten. Subhanallah. Menduan se i ikën pra, përderisa ikën prej Sirie, i shpëtuan pra zullumët që kishin bërë. I shpëtuan drejtësisë. Por zullumqari duhet ta di se nëse arrin me ju fsheh njerëzve, nuk i fshihesh të madhit Zot. Drejtësia e të madhit Zot, nëse mendon se shpëton në dynja, nuk shpëton në ahiret. Profeti ynë, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, thot në një hadith: kujdesni nga padrejtësia, se padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Prandaj mos mendoj zullumqari, ai që ka vjedh pasurinë e tjetrit, ai që ka prek nderin e tjetrit, ai që ka mashtruar, ai që merr rishfet, ai që i bën padrejtësi dikujt, mos mendoj se do të shpëtoj, do ta kaloj lehtë. Jo. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: me të vërtetë, të padrejtët, pra zullumqarët, nuk shpëtojnë. Nuk shpëton, pra në këtë botë, por nuk shpëton edhe në ahiret. Allahu na ruaj kur i madhi Zot vej drejtësinë absolute ditën e gjykimit. Prandaj njeriu duhet me reflektu, me përmirësu veten, me pas frikë, me pas kujdes, mos i bëj padrejtësi tjerëve. Allahu na përmirësoft. Zoti e përmirësoft gjendjen tonë. Amin.